Tashta llogaritemi diku vendin e dytë në Evropë. Disa vendet në llogaritin si të tretë, po dyti në Evropë me linjit, dhe të jemi vend që kemi shpenzu vetëm 5 vitet e fundit mbi 1 miliard euro, që do të kushtonte ma pak shumë një termocentral. Nuk kam pa asë një vullnet që kjo qeveri e ka në projekt një termocentral, ku të bile herë së fundit u falë që do të renovohen Kosova A dhe Kosova B. Si renovohet një automobil i viteve 50 dhe 60. To e ndërtu, dykun në vitin e 80 është ndërtu termocentrali Kosova B, nëse s'gaboj, dykun vitet 50 Kosova A, dhe i tjerët po vozitin pëzam bogati, ne po pretendojmë që automobilet e viteve 50 të renovojmë. Është atë mërshme. Ne në duhet fuqia re energjetike